E çka ka të vërtetë e pa vërtetë, e kuptoj më së miri ku tjetër përveç se në rubrikën tonë të radhës e vërtetë e pa vërtetë, çfarë ka ndodhur me fytyrat tona publike, e ndjekim tani. Melisa nga nesër në Dance Albania. E vërtet, se është në skem për të qëndruar, ne ka dëshmuar ka herë. Melisa pas daljes nga përputhën ishte ndër të vetmet emra që mbajti ritmin, duke ju përkushtuar muzikës, pjesë për të cilën talentin e ka të padiskutueshëm. E nëse ka të tillë që mund t'i ketë marrë malli për ta parë më shpesh në ekran, nga nesër do e keni një herë në javë. Burimet të prive bëjnë me dije se ajo do debutoj të hënën në programin e kërcimit të Alketa Vesiut. Një gjë të tillë ja kanë bërë të ditur emisionit ton burimet të sigurta pranë produksionit. Teksa gara mes dy programeve të kërcimit është goxha e fortë, Alketa me verën po i sjellin prurje të reja nga java në javë, dhe Melisa është e radhës, por jo e fundit. Zbulohet çifti më i ri në showbiz? Po, e vërtet sigurisht. Dafina Kastrati është një emër i ri në skenë që po synon sukses edhe në tregun ndërkombëtar të muzikës bashkë me vëllain e saj Rinorin, por në vendin e origjinës është një tjetër arsye që po e sjell prej kohësh. Dhe gjeni çka? Një romancë. Burimet të sigurta të emisionit prive bëjnë të ditur se prej kohësh ajo është në një lidhje me Ari Godancin, DJ-n e artistës Kida, i njohur me nofkën artistike si DJ First. Ndryshe, Dafina, e cila emrin artistik e ka Donna Dafi, së fundmi ka publikuar një projekt të ri në gjuhën gjermane. Pjesa e dytë vjen për pak minuta me materiale shumë interesante.